Ka i xheneti Allahut mëndshëm gjithat mirat. Aty që kur hyet ke dera është bekim. Ridwani që i pret thot selamun aleikum bima sabartum fe ni'me uqbad dar. Tha o sa mirë paqja e Zotit qoftë mbi ju për durimin hynin në vendin e begat. Selamun aleikum tibtum fadkhuluha khalidin. Miraset e tregon Kurani thot paqja qoftë mbi ju lum për veprat e mira që bot hynin botën e përjetshme. Njerëzit hutohen nga bukuria e dyrëve të xhenetit, thot ai mos u hutoni, ku vazhdoni, ky është fillimi, por çka brenda është shumë më e bukur se sa ajo. Megjithatë, vlla dhe motër të bekatoftë i madhi Zot, çdo gjë e humb vlerën nëse e ka fundin. Xheneti jashtë po nëse ka vdekje çfarë humb? Jo, xheneti është i përjetshëm. Thot Zoti i Gjithësisë inna hadha lahu al-fawzul azim. Futet Zoti i Gjithësisë tani shpjegoj. Tha, kjo me u beku në këtë botë dhe me shku në xhenetet e përjetshme, kjo është fitoria e madhe. Pastaj i tha njerëzve të mençur, njerëzve të begat, meshkuj apo femra, besimtar apo besimtare, musliman apo muslimane, ju drejtu Zoti i Gjithësisë dhe i tha, o ju të fisnik, o ju besimtar, o ju të mirë, o ju të këndshëm, o ju të mençur, o ju të zgjuar, o ju që jeni njerëzit që doni të fitoni dy botrat. Këtu kështu punësh të mira, duj që të bëni që t'ju bekoj. Limithli hadha falyamalul amilin. Tha punë të mira kështu siç po ju mësoj, kështu duhet me i bëj ju. Ato që janë të mirë, të mençur, të kuptueshëm, ato që janë musliman real, jo mashtrues, jo intrigant, jo me 10 fytyra, ato që janë të vërtetët.